Partia Demokratike ka hyrë në një fazë vendimtare për zgjedhjet e ardhshme lokale në Tiranë. Gjatë kësaj fundjave, 3 të mandatuarit kryesor për kandidaturën Blind Kılliçi, Ilir Ali Mehmeti dhe Flamur Noka zhvilluan takime me aleat tradicional, duke filluar nga Fatmir Mediu dhe Agron Duka. Qëllimi i këtyre negociatave është zgjedhja e një kandidati të përbashkët opozitar që mund të sfidojë fuqishëm kandidaten aktuale të Partisë Socialiste Ogerta Manasiriun. Procesi i vendimmarrjes nuk është i mbyllur dhe do të përfshijë konsultime edhe me partitë e reja opozitare. Demokratët kanë planifikuar të takojnë këtë të diel përfaqësues të Partisë Liberale dhe më pas të gjitha partitë e tjera që mund të kontribojnë në një koalicion të gjerë. Vetëm pas përfundimit të këtyre konsultimeve, Partia Demokratike pritet që të shpallë emrin e kandidatit për Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë, nga kampi i Partisë Socialiste, kandidati aktuale Ogerta Manasiriu dhe drejtuesja e fushatës Belinda Balluku shprehin ironinë e tyre ndaj opozitës, duke nënvizuar përpjekjet e Partisë Demokratike për të gjetur një kandidat të përbashkët dhe duke theksuar se Partia Socialiste mbetet e konsoliduar për të karuar në kryeqytet.